Thuhet që shqiptari ka lindur me patent. A është kjo e vërtet? Sot do të flasim për 5 gabimet që bëjnë të gjithë shoferët e makinave, përfshiktu edhe instruktorët, ata që na mësojnë të ngasim makinën. E nisim me gabimin e parë. Është një nga gabimet që e bëjmë të gjithë ne, që ka të bëjë me rregullimin e sendiljes së shoferit, pra e ulses së parë. Shumë drejtues mjetesh dhe shumë vajza apo meshkuj e mbajnë sendiljen aq afër me timonin sa që e përqafojnë, duket sikur e kanë përqafuar timonin, ndërsa disa të tjerë duket sikur po e ngasin makinën nga sendilja e pasagjerit, se e kanë shtyrë aq shumë larg. E para punë që duhet bëjmë është që të ulemi tek sendilja e makinës dhe për ta provuar nëse e kemi në distancën e duhur, duhet të shkelim freksionin. Unë jam larg në këtë moment dhe e afroj dhe aq sa këmba ime shtrihet deri në fund të freksionit. Detaji i dytë lidhet me mbështetsen. Pra duhet ta mbështesim, duhet të jetë mbështetja e rregulluar në formën e 90 gradëve, pasi bën mirë për shtyllën kurrizore, sidomos kur je duke ngar makinën për kohë të gjatë. Dhe për t'u siguruar nëse sendilja është në distancën e duhur, mund ta masim me duart, i shtrim krahët mbi timon dhe kuptojmë nëse kyçet e duarve na prekin në timon. Pse është e rëndësishme kjo pjesë? Sepse nëse bëjmë një aksident, airbagu është i llogaritur që të shpërthej aq sa është gjatësia e krahut ton. Dhe në këtë rast ne nuk dëmtohemi nga shpërthimi i airbagut dhe jemi të mbrojtur. Ndërsa këndi 90 gradë i sendiljes dhe mbështetja e kokës është nëse ne psojmë një aksident që pjesa e qafës mos na dëmtohet, por të na mbështetet tek mbështetja e kokës. Një tjetër detaj shumë i rëndësishëm është edhe rregullimi i pasqyrave. Pasqyra e shoferit pra duhet që të shoh edhe pjesën e makinës dhe pjesa tjetër ku është e vizuar të shoh pjesën korsinë e dytë të rrugës pra. Pasi kemi rregulluar pasqyrat, sigurisht që është një nga efektet më të rëndësishme që duhet përdorur në të gjitha makinat dhe në të gjitha rrugët pavarësisht se ku jemi, sepse ka justifikime që nuk e vendos rripin sepse po ngas makinën me 20, 30, 40 km/h dhe po eci në qytet. Pra vendosja e rripit është e detyrueshme në çdo kusht dhe në çdo rrugë që ne mund të jemi duke përshkuar. Zakonisht vajzat ose femrat ankohen që nuk i ul dot frenat e dorës se janë shumë të forta. Por në fakt sekreti është që frena e dorës duhet ngritur, më pas duhet shtypur butoni dhe duhet lëshuar dhe kaq e thjeshtë është. Aktualisht në Shqipëri kursi i pajisjes me leje drejtimi ose me patent zgjat nga 2 javë, që i thon 15 seanca të teorisë, dhe pasi keni përfunduar seancat e teorisë, i nënshtroheni seancave të praktikës, që janë rreth 25 seanca nga 1 orë. Faktikisht ajo që kam vënë re thuajse në shumicën e autoshkollave shqiptare nuk bëhet 1 orë, por bëhen 30 minuta praktik në rrugë pra me instruktorin dhe me makinën. Që do të thotë që për mendimin tim janë shumë pak, sepse vendet e tjera të zhvilluara, nëse i referohemi Italisë dhe Gjermanisë, kanë të paktën 1 orë apo 1 orë e 30 minuta praktik në rrugë, çka ju bën juve të jeni më të përgatitur për t'ju nënshtruar edhe testit të praktikës. Pra dhe më pas të pajiseni me patent. Zakonisht teoria në Shqipëri bëhet për 2 javë, 14 ditë, ndërsa praktika, siç u thash, 25 ditë dhe mendoj që janë të pamjaftueshme, sepse ajo që kam vënë re nga të gjithë shoferët e rinj, kam vënë re një mungesë të theksuar të aftësive dhe të informacionit që ata kanë pasi kanë përfunduar procesin e pajisjes me patent. Edhe një detaj shumë i rëndësishëm dhe shumë interesant që më bën shpesh përshtypje kur unë jam në krahun e pasagjerit dhe shoh shoferë të ndryshëm teksa ngasin makinën, është edhe mënyra se si
e ngasin ata makinën ose mënyra se si vendosin duart. Ka teori që thonë që duhet i mbash duart në këtë formë, pra në 9:01 çerek, nëse i referohemi orarit ose orës analoge, por teori tjera thonë që mund t'i mbash edhe në orën 10:10. Për shkak se 10:10 mund të konsiderohet mënyra më e sigurt, sepse ju e keni shtrënguar timonin në një formë të tillë dhe në çdo rast nuk ka se si t'ju dëmtoj shpërthimi i airbagut, ndërsa në këtë rast mund t'ju hap krahët kur i keni të vendosura në orën 9:01 çerek, shpërthimi i airbagut mund t'ju hap krahët dhe mund mos t'ju mbroj. Ndërsa në orën 10:10 i keni krahët e vendosura në këtë formë dhe jeni më të sigurt. Por shumë nga drejtuesit e mjeteve zgjedhin ta ngasin makinën dhe kështu, mund ta ngasin dhe kështu, apo mund të mbajnë me një gisht apo në 1001 forma të ndryshme që është e gabuar faktikisht. Dhe tani do t'ju tregoj një nga detajet, siç ju thash, domethënë që edhe ndoshta edhe instruktorët e autoshkollave nuk i din, respektimi i rreth rrotullimit, që është një nga pikat kryesore në Shqipëri, sidomos në Tiranë, arsyeve pse ndodh trafiku, pra. Zakonisht, vendet e zhvilluara, si Gjermania përsëri, rrethin e respektojnë në këtë formë. Nëse krahu juaj i majt është bosh, atëherë ti duhet futesh në rreth siç unë po futem. Dhe duhet mbash, nëse do bësh të gjithë itinerarin e rrethit, duhet qëndrosh sa më pranë vijës së parë të rrethit. Unë po bëj një xhiro në rreth për t'ju demonstruar. Ja ku është edhe efektivi i policisë rrugore, s'na thot dot asgjë sepse po i bëjmë rrethit xhiro. Sa po del nga rrethi, është shumë e rëndësishme që të ndezësh sinjalin, pra krahun ku ti do të zgjedhësh ose daljen nga ti do të marrësh, majtas apo djathtas, për të njoftuar edhe makinat që kemi nga pas. Shumica e kursantëve ose shoferëve të rinj nuk i njohin tabelat ose shenjat e sinjalistikës rrugore dhe shpesh herë nuk njohin edhe rregullat e qarkullimit rrugor. Një nga detajet e tjera shumë të rëndësishme që kam vënë re në rrugët e Shqipërisë, sidomos në autostrada, është që korsia e majt gjithmonë mbahet për të ecur me një shpejtësi të caktuar. Dhe pyeta dikë, thash pse e zë këtë korsinë e majt, sepse kjo korsi duhet thjesht për të bërë parakalimin dhe për të kthyer prapë në korsinë tënde të djathtë. Më tha, jo, unë jam me 90 km/h, tabela është me 90 dhe s'kam pse t'ja hap rrugën sepse shpejtësia maksimale është me 90. Në fakt, pavarësisht shpejtësisë maksimale se sa mund të jetë në një rrugë të caktuar, korsia e majt gjithmonë është vetëm për të kryer aktin e parakalimit. Dhe më pas duhet ta lini të lirë, sepse dikush mund të ecë edhe me 150 km/h, edhe pse shpejtësia nuk është e lejuar, apo mund të jetë një autoambulancë, apo mund të jetë një makinë policie që mund ta thyejë atë rregull dhe ti duhet ta lësh gjithmonë rrugën e lirë. Pra nuk duhet t'ja pengosh lëvizshmërinë tjetrit.